Habi të mjeku, speci djegës trajton këto 4 sëmundje, ja kush duhet ta konsumojë menjëherë. Ulëntuesit kanë zbuluar se përbërësit e specit të kuq të bluar, por edhe lloje të freskëta të speci djegës dhe jo djegës mund të ulin tensionin e lartë të gjakut dhe nivelin e kolesterolit në gjak. Studimi i kryer në Universitetin e Hong Kongut është fokusuar në familjen e substancave të njohura si kapsaicinoide, të cilat sipas studimeve u japin specave djegësin e tyre. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Studimet tregojnë se speca djegës kanë një potencial më të madh në mbrojtjen kundër sëmundjeve të zemrës, të cilat janë shkaku numër 1 i humbjes së jetës në vendet e zhvilluara. Tani kemi pasqyrën shumë më të mirë të efekteve të specave në gjendjen dhe në maksimimin e rregullimit të niveleve të kolesterolit dhe shëndetin tuaj të gjakut. Ky është një ulëntim i parë që ofron edhe informacione të tilla, citoi autori i studimit Dr. Zhen Yichen. Në ulëntim kanë marrë pjesë të paktën 2 grupe të brejtësve të cilëve është dhënë ushqime me speca djegës dhe elementin e kapsaicinës. Është zbuluar se përdorimi i kapsaicinës mund të nxjisë një lloj mbrojtje më të mirë kundër këtyre komplikacioneve dhe të rrisë gjithashtu përfitimet në shëndetin tuaj. Speci i kuqdjegës është një nga produktet që vështirë mungon në tryezat tona. Ai na pëlqen sa i bën edhe gatimet pikante dhe të shijshme, por e marrim edhe me inat kur kemi edhe përballë shijen djegëse të tij. Speci i djegës, pavarësisht mënyrës se si përdoret, mund t'japë përfitime të mira për shëndetin tuaj. Në këtë video, sipas Healthline, do të rendisim disa nga përfitimet kryesore që do të merrni nga përdorimi i specave të kuq djegës. Speca djegës janë të mirë për shëndetin tuaj të stomakut. Një dietë e moderuar me speca të kuq djegës do të parandalojë gjithashtu edhe dhimbjet e barkut, gazrat dhe zorrët e fryra, madje edhe shtrëngimet e tyre. Mjekësia kineze rekomandon përdorimin e specave të kuq djegës për të garantuar një trajtim më të mirë dhe për të evituar kështu komplikacionet që i kanosen asaj. Ekspertët tregojnë se përdorimi i specave të kuq djegës mund të garantojë një shëndet më të mirë të stomakut dhe më pak komplikacione që i kanosen shëndetit. Speci i kuq djegës është një ndihmë shumë e mirë kundër fytit të lënduar. Nëse përzjeni speca me ujë mund të bëni gargar kur keni dhimbje të fytit, por jo të gjithë mund ta bëjnë këtë sepse uji bëhet shumë pikant. Specat e kuq djegës stimulojnë sekrecionet që pastrojnë hundët dhe mushkërit nga mukusi dhe stimulojnë gjithashtu edhe djersitjen. Ekspertët tregojnë se nëse vuani nga bllokimet e hundëve dhe të mushkërive, atëherë mund të përdorni specat e kuq djegës në përditshmërinë e dietave tuaja, në mënyrë që të lironi komplikacionet dhe të siguroni një mbrojtje më të mirë të shëndetit tuaj. Specat e kuq djegës janë një ndihmë efikase për shëndetin tuaj të zemrës. Kjo pasi një sër kërkimesh kanë provuar se marrja e ekstrakteve të specave të kuq djegës në forma të ndryshme mund të parandalojë një atak në zemër. Speci i kuq djegës do të ulë kështu nivelin e kolesterolit në gjak dhe do të shkrijë edhe fibrat që shkaktojnë formimin e trombozës. Shtimi i specave të kuq djegës në menunën tuaj ditore do të përkthehet në një fuqizim më të mirë të imunitetit. Vitamina A e njohur ndryshe si beta-karoten që gjendet kryesisht te specat e kuq djegës, shërben si një mburoj kundër patogjenëve dhe arrin të formojë membrana të shëndetshme për mbrojtje në rrugëve të frymëmarrjes dhe qarkullimin e dur të gjakut, duke përmirësuar kështu sistemin tuaj imunitar dhe duke parandaluar edhe komplikacionet të tij. Specat e kuq djegës janë një ndihmë shumë e mirë e shëndetit tuaj edhe nëse doni të evitoni kilogramat e tepërt trupor. Nëse i shtoni specat e kuq djegës në vaktet tuaja, ato do t'ju vinë në ndihmë për të rënë nga pesha, sepse do të përmirësojnë sistemin tuaj tretës. Specat e kuq djegës do të ulin urinë e tepërt dhe do të shkaktojnë gjithashtu edhe një mbrojtje më të mirë dhe do të evitojnë dëshirën për ushqime jo të shëndetshme. Shtimi i specave të kuq djegës në dietën tuaj do të ofrojë
antioksidantët e rëndësishëm. Beta-karoten, që gjendet kryesisht te specat e kuqdjegës, mund të funksionojë si një antioksidant i mirë për të parandaluar ose rregulluar dëmet e shkaktuara nga radikalet e lira. Si rrjedhoi mund të parandalojë gjithashtu arteriosklerozën dhe problemet e zorrës së trashë. Shtimi i specave të kuqdjegës në menunët tuaj ditore do të përkthehet në një mbrojtje më të mirë të imunitetit, por si çdo ushqim tjetër, ju duhet të tregoni kujdes me sasinë e specave që konsumoni në dietën tuaj, sepse ngrënia e tepërt e tyre mund të shkaktojë ndjekësi në zonën e fytit, në stomak, gjithashtu dhe në zorë. Dhe shtimi i specave të kuqdjegës brenda normave të rekomanduara mund të përbëjë një urë komunikimi më të mirë ushqyese për organizmin dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Për shkak të kapsaicinës, specat e kuqdjegës do të rrisin lehtë temperaturën në trupit, që do të thotë se do të ndihmojnë më mirë në djegjen e kalorive të tepërta. Speci i kuqdjegës mund të nxjisë më mirë metabolizmin tuaj. Disa kërkime kanë treguar se kapsaicin ndihmon kundër dhimbjeve për shkak se redukton të ashtu quajturën substancën P, një kimikat i rëndësishëm për transmetimin e dhimbjeve. Nëse përdorni një krem me kapsaicin, do të keni më pak dhimbje dhe irritime, por më vonë do të ndjeheni akoma më mirë me shëndetin tuaj të përgjithshëm. Specat e kuqdjegës do të ofrojnë nivele më të mira të antioksidantëve të rëndësishëm për aktivitetet tuaja ditore. Antioksidantët, këto substanca të rëndësishme, parandalojnë ose zvogëlojnë dëmet e qelizave të shkaktuara kryesisht nga problemi i radikaleve të lira. Shtimi i specave të kuqdjegës në menunët tuaj ditore mund të përkthehet gjithashtu në një mbrojtje më të mirë të shëndetit dhe më pak komplikacione të tij. Specat e kuqdjegës janë në një ndihmë të çmuar që mund t'i jepni shëndetit tuaj dhe të parandaloni edhe komplikacionet. Ekspertët citojnë gjithashtu se specat e kuqdjegës do të përbëjnë një urë komunikimi më të mirë për shëndetin tuaj dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij, dhe mund të ndihmojnë në pastrimin e kongestionit. Kapsaicin tregon se mund të zhbllokojë edhe venat e bllokuara në undë dhe të çlirojë gjithashtu problemet e kongestionit. Specat e kuqdjegës mund të përmirësojnë qarkullimin e duhur të gjakut. Kapsaicin ka dhënë prova të jetë mjaft efektive edhe në rregullimin e triglicerideve dhe në kontrollin më të mirë të metabolizmit dhe faktorëve që promovojnë një qarkullim më të mirë të gjakut dhe parandalimin e komplikacioneve të tij. Por specat e kuqdjegës duhet të përdoren në sasinë e rekomanduar dhe asesi në normat të tepërta, pasi mund të ndikojë negativisht në shëndetin tuaj dhe të krijojë edhe komplikacione në shëndet. Ekspertët e cilësojnë specin e kuqdjegës si një ndihmë të mirë për shëndetin, për sa kohë përdoret me kujdes dhe brenda normës së lejuar. Speci është i tolerueshëm për organizmin. Specat e kuqdjegës mund të ndihmojnë kundër obezitetit. Studime të ndryshme tregojnë se specat e kuqdjegës do të rrisin aftësinë për të djegur dhjamin në trup dhe për të ulur oreksin për ushqime jo të shëndetshme. Specat e kuqdjegës mund të jenë një ndihmë shumë e mirë ushqyese edhe për të zvogëluar problemet e ulçrave. Ekzistojnë në keqkuptime të zakonshme që ushqimet pikante kanë tendencën të shkaktojnë ulçra të stomakut nëse nuk vuani prej tyre, por është krejt e kundërta. Shtimi i specave të kuqdjegës në menunët tuaj ditore do të përkthehet në një mbrojtje më të mirë të shëndetit, për sa kohë nuk e teproni me konsumin e tyre, rezultatet që do të merrni do të jenë fantastike ushqyese dhe parandaluese kundër këtyre shqetësimeve. Specat e kuqdjegës mund të parandalojnë gjithashtu edhe infeksione të ndryshme dhe të rrisin sistemin tuaj imunitar. Bota e ka përdorur specin e kuqdjegës si një barishte për të përmirësuar ushqimin, por edhe për të ruajtur shëndetin e tyre. Ekspertët e cilësojnë atë si një nga përzgjedhjet më të mira ushqyese që mund të shtoni në dietën tuaj. Duke ditur këto rëndësi të mëdha që ato japin, do ta keni më të lehtë të përfitoni nga konsumi i specave të kuqdjegës. Vëmendje, ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë.
të mos zhvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.